Përshëndetje miq. Ju përshëndes të gjithëve nga ky vend i mrekullueshëm, pra nga Istanbulli. Këtu jemi duke u falendëruar agjencionit Istanbul Turizm në krye me Sabri dhe Ersen Omer. Na bojnë surpriza 3 herë në vit me kësi ofertat mira për Istanbul. Kush nuk beson, mundi mi kontaktu që numri po është të kupjatësishëm. Mundi mu bindë edhe vetë. Është një kënaqësi e veçantë me orë me vizitu këtë vend, mrekullueshëm. Edhe unë sot e kom bo plan vërtet prej Kosovë atje pa unë isë heq, që kam e vizitue parkun e Adem Jasharit. Edhe që tash po dal, edhe po shkoj kismet pe gjoj parkun ku është e ku s'është. Kam e hyp taksi edhe 500 euro në kushtovë, kam i thonë më qu të veni. Se që 2-3 herë që vija nuk mu ka dhonë mundësia me shku, kësoj robe nuk e lo pa shku kur. Kaloni mirë, edhe ju përshëndes, kush është interesuar për kësi lloj pushimi, kontaktoni Istanbul Turizmin që gjendet Prishtinë përballë restoranit Fjola. Ciao, ciao. Përshëndetje shoqëria nderuar, ju përshëndes pikërisht nga Stambolli, nga parku Adem Jashari. Po hina në park, pak po ullëm që ka, edhe po ju të regoj, ka gjamët e kam zhik me bo një video së të në parkun e Adem Jasharit, e më në fundi arrita qëllimit. Po lhe që më di për e në këtë, po mas e erdhë mirë është. Vazhdojmë kënina. Maçalok. Dhe kena dhe një maçalok. Ju e dini që unë i du moqat. Edhe në përgjithësi shtazët. Pra dhe në ere, ju përshëndes nga parku i Adem Jasharit. Zhik e kom pas më të marrë këtu. Që maçalu ku flok, se kjo e vrejnë kër e dënë dikush. Pra një spjegim pse kam qef me arë në Stamboll, pse është mundësia shumë ma mirë me arë këtu, është vend turistik, thujnë që për 1 milion turista në ditje vinë këtu, mundësit janë më të lehta me arë, kush nuk beson, kontaktoni Istanbul Turizmin Prishtinë përballë restoranit Fjola. Me pagune vjen bileta aeroplanit, akomodimi, hoteli, del shëtitesh ka dush, vjen taksit merë në aeroport, vjen të hoteli, kur vjen koha vjen taksit merë pe hotelit që në aeroport, dhe ma thonë shumë let që kam betet ju me dalë mu shëtit mu knaq, edhe ushqimi është i mirë, unë pilqen ushqimi Istanbullit. Ka ma hongër 4 cilësh, do të qysh këtu veç buk bojnë, këtu po marra ishin të hongër. Veni i mirë, gjelbrem, natyra mirë, pastërti, se këtu i kushtojnë shumë rëndësi pastërtis, i ku më vrejtu nëse nuk është i raport që i vi. Dhe unë ju më konë edhe në për Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Suedi, Danimark. I vetëmi vend ku vi këtu, kërë postaj në i foto ose në i video, që më kritikojnë, ka shku në Turki, zdi pse bre vla. Pse s'po më kritikoni kërë po shkoj edhe në Gjermani, Zvicër, Austri. Jo, këna luftu me tërsh. Po, me luftu, ma ti këna luftu se me këta tjilët. Këna posh luft edhe me Gjerman, Hungares, Bugar, Italian, luft dytë botërore. Zdi pse këto farsenesh ku po ju bjen men lufta bashkur po vinë Stamboll. Edhe një sen, kjo është parku i kushtum për apostafat për Adem Jasharin. E po të mbi shkrimin e tje që kanë shkru, unë e kërkun bot halo nuk posh një park t'il që ja kanë kushtu Adem Jasharit. I vetëmi vend është Stamboll që pa tani që është parku edhe erdha e gjeta, se e kom pos zhik me gjetë si park, edhe më ullë qëto, edhe me bot qitë video. Edhe që ma plëtsoj zote edhe këto, ju përshëndes edhe njerë të gjithve nga ky vend i mrekullueshëm, nga parku i Adem Jasharit, parku i kushtuar Adem Jasharit, shaj respekti nga populli turk. Kalofshi mirë, shihemi në vendet tjera kismet.
sërish krunjat e arta. Respekt.